Dhe ne jemi importues me qindra mijëra euro të energjisë nga shumë shtete, po në mas madhe dhe nga Serbia. Pra po mvaremi në këtë zhvillim global të sigurisë, po mvaremi nga burime tjera, ndoshta të shteteve që nuk ta duan të mirën. Llogarit një konflikt më përmasa më të mëdha, apo më aktiv me Serbinë, dhe nëse ne kemi furnizimin me ta për energji elektrike. Pra, e para, kjo është aspekti praktik. Pastaj aspekti diplomatik, ulja varësisë nga Federata Ruse dhe shtetet tjera mosnjohëse, madje armike të Republikës Kosovës. Ne nuk mund t'ja falim vetes nëse dalim kundër SBA-s, kundër Bashkimit Evropian, cilët e kanë ulur përdorimin prej luftës në Ukrainë, përdorimin e gazit rus. Kanë gjetur mënyra tjera alternative. Dhe ne, një vend me 1.5 milion banor, qemi çliru natyrisht fal luftës së qeverisë të Kosovës, fal lëvizjes paqësore, zotit Rugova, dhe fal popullit të Kosovës, por pa ndihmën e SBA-s dhe alatëve tjerë perëndimor, britanisë, kështu me radhë, ne nuk besoj që do të arrinim këtu ku jemi, sepse po shohim që ka vende shumë të fuqishme ekonomike që kanë sovranitet më të gjatë se ne. Ukraina ishte sovrane. Gjitha shtetet që kanë konflikte me fqinjtë e tyre apo më gjerë janë sovrane, por sovranitetin veti, pa partner ndërkombëtar, pa mbështetje, është barabartë me zero. Sepse po mos kishte mbështetje Ukraina,